Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi ka reaguar në rrjetet sociale pas kaosit të shkaktuar nga opozita në seancën plenare. Në reagimin e bërë, Peleshi shkruan se çdo sjellje që shkel etikën cënon përfaqësimin dhe besimin e qytetarëve. Peleshi shpreh se detyra e parlamentit është të bashkëpunojë për një zgjidhje në të mirë të vendit dhe jo të krijojë kaos. Kryeparlamentari ka shprehur mirënjohjen e tij për Gardën e Republikës dhe stafin e Kuvendit. Kuvendi i Shqipërisë nuk është thjesht një vend debatesh, por institucioni ku fjala dhe sjelljet e deputetëve duhet të mbajnë e dëshmojnë peshën e përgjegjësisë dhe të shërbejnë mirëkuptimit, jo përçarjes. Çdo sjellje që shkel etikën, respektin dhe rregullat e funksionimit të kuvendit dëmton rënd dinjitetin, cënon përfaqësimin dhe besimin e qytetarëve. Detyrimi ynë është të bashkëpunojmë për zgjidhje në të mirë të vendit, të zhvillojmë dialog serioz, jo të krijojmë kaos. Mbi interesin politik qëndron interesi i shtetit. Asnjë forcë politike nuk mund të pretendojë se përfaqëson vetëm të vërtetën dhe asnjë ndarje partijake nuk duhet të na bëjë të harrojmë se të gjithë shërbejmë për të njëjtin vend dhe për të njëjtet qytetar. Institucionet e Republikës janë vlere përbashkët, jo arena për betejë personale apo partijake. Ruajtja, forcimi dhe respektimi i tyre është përgjegjësi që na bashkon përtej ndarjeve tona politike. Vetëm kur e vëmë shtetin mbi partinë, mund të ndërtojmë një Shqipëri më të fortë për brezat që vijnë. Respekti për Kuvendin është respekt për Republikën, respekt për qytetarët. Mirënjohje për punonjësit e Gardës së Republikës dhe të shërbimeve të Kuvendit për korrektesën dhe përgjegjësinë në kryerjen e detyrës.